Në bibliotekën publike Feniks në qytetin e Kuçovës, në kuadër të ditëve të letërsisë dhe në kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë, zotit Kreshnik Hajdari, dhe drejtoreshës së kulturës dhe artit, zonjës Klodiana Misto, u organizua një aktivitet promovues për librin Hajrie Rondo, monografia Gjithnjë i bukur kujtimi yt, me autore Valentina Dafa. Në sallën e mbushur me miq, shkrimtar, nxënës të gjimnazeve, qytetarë të ndryshëm dhe drejtues institucionesh, u nderua figura e aktores së mirënjohur Hajrie Rondo. Salla ishte e zbukuruar me fotografi të artistes, vajza e lindur në qytetin e vogël të Delvinës dhe një prej ikonave të teatrit Bylis të Fierit. Ajo ka lënë pas një trashëgimi të pasur në skenën shqiptare, me mbi 120 role në teatr dhe 40 në kinematografi. Jeta dhe vepra e saj tashmë jetojnë jo vetëm në librin e autores, por edhe në kujtesën kolektive të çdo qytetari shqiptar dhe në historinë e filmit dhe teatrit ton kombëtar. Promovimi i librit nisi në Kuçovë, por pritet të vijojë me një rrugtim të gjatë në qytete të tjera të vendit. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin dhe 2 aktorë të teatrit të Fierit, Mjola Sitaj dhe Klajdi Marku, të cilët sollën emocione përmes vargjeve dhe kujtimeve të përmalluara për artisten dhe mikeshën e tyre Hajrie Rondo. Fjalën e mori autorja Valentina Dafa, e cila ndau me të pranishmit emocione dhe kujtime të shkruara apo të pashkruara, që e kishin frymëzuar për të realizuar këtë monografi. Ajo theksoi se libri Hajrie Rondo, Gjithnjë i bukur kujtimi yt, është një përpjekje për të sjellë jetën, figurën dhe kontributin e jashtëzakonshëm të aktores në një rrëfim të gjallë, të sinqertë dhe të ndjerë për çdo lexues. Më telefononte në momentet që kishte nevojë për prezencën e miqve. Dhe një prej atyre ditëve më delikate ka qenë data 7 gusht e vitit 2017, kur sapo ishte shkëputur e motra dhe më merr në telefon. Më thotë të lutem dua të flas me ty, nuk di si e ke kohën. I thash për ty e kam kohën gjithmonë të lirë. Linja e telefonit pinte. Ajo sërish tentonte. Derisa fjala e fundit e saj, të lutem, thot, po ta le amane jetë shkrimin tim. Ky promovim në këtë sallë të magjishme u shoqërua dhe nga shkrimtarë miq të autores, si dhe nga aktorë të teatrit, të cilët sollën vargje të recituara me ndjenjë dhe mesazhe të ndryshme, të dedikuara për një yll të skenës që vazhdon të rrezatojë në një qiell plot ngjyra dhe kujtime. Është bërë një punë kolosale nga Valentina, unë e përgëzoj, e falenderoj Klodin që e bëri të mundur këtë aktivitet bashkin. Emocionet janë të fuqishme, një jetë në skenë me Hajrien, një jetë me të mikesh, një jetë me të në çdo moment. Hajria nuk ishte thjesht kolege për mua, Hajria ishte mësuesja ime e parë e këtij rrugëtimi tim artistik. Hajria ishte ajo mikesh, ajo shoqja e ngushtë në ditët tona të mira dhe të këqija. Çfarë ishin lotët për ju sot? Lotët janë malli, janë dhimbja, iku shumë herët. Iku shumë herët, duhet të rrugëtonte me gjatë. Hajria ishte ylli që u shua shumë shpejt. Edhe si tillë që po thoni ju, edhe si qytetar, edhe si frekuentues i rregullt i bibliotekës dhe lexues i librave, sot për ne ishte një vërtet ceremoni madhështore, e sinkronizuar edhe me ekran, dhe me shfaqje, dhe me reshta, dhe me poezi, dhe me interpretime të aktorëve të teatrit të Fierit. Ishte vërtet një ngjarje e veçantë. Mendoj se është një libër me nivel të lartë cilësor, që e ka përshkruar dhe e ka gjurmuar, e ka ullumtuar në mënyrë mjaft cilësore, do të thosha jetën që nga vendlindja, kohë pas kohë, vit pas viti, deri në momentet kur jeta e saj mori një tjetër kthes, një tjetër kuptim në teatrin në Fier.